Përshëndetje, unë jam Donaldi dhe pjesë e stafit Berber Alp. Tani do shohim 3 makinat e rovës profesional prodhim europian, kryesisht nga Rumania. Fillojmë me të parën, e cila është makina e madhe me levë, është 10.000 rpm dhe kushton 175.000 lekë, ky lloj versioni. Shikoj pak sa komod dhe dhënzat shumë të njëjta. 10.000 rpm praktikisht një ndër makinat më të forta në Shqipëri tek pjesa motorike. Ka 2 kasa, ka 6 numrat, duke filluar nga ndërmjet i vogël deri te 4, pra numrat kryesor për qetje dhe 3 vende për të vendosur prizën. Sistem amerikan, europian edhe ballkanik, që është ky fundit. Gjithashtu ka kaçaviden dhe fushën për pastrim. Vaj lubrifikues edhe fishin e karikimit. Kurse tjetra është 0 IM gjithashtu dhe kjo është 10.000 rpm. Po ta ndjesh ke një farë ndjesie në dorë kur e kap që shumë e fuqishme. Manualet janë brava, gjithashtu dhe sistemi i karikimit është amerikan, europian edhe ballkanik. 2 kasa për ndrim, vaj lubrifikues, fushën e pastrimit, fishin e gjatë, 3 numra nga 1.5 mm, domethënë nga 0.5 mm deri në 1.5 mm dhe kaçaviden. Dhe i fundit është ruli. Sot kam përzgjedhur këtë rul me 3 rrjeta, njëra prej tyre në mes është kokëprerse, është shumë i fuqishëm dhe ka të përfshirë karikusin edhe fushën për pastrim. Kushton 175 madhe, 155 e vogla edhe roli 70.000 lekë. Ky është një setup që sugjerohet kryesisht për berberat, të cilët punojnë non-stop, por dhe për përdorimin plak. Tek Berber Alp, ky brand ka brapa edhe të gjitha pjesët e aksesorëve të cilët ju mund të ndontohen, duke nisur që nga kasat, karikusat dhe kokat që është më e rëndësishme. Unë të ftoj të vini nga afër, ne ndodhemi brapa rrugës Kavajës, përballë Deli Orçit, domethënë te rruga Kavajës, brapa Globit, dhe aty kemi dyqanin ton fizik. Ju të vini t'i shikoni nga afër edhe besoj se do mbeteni super të kënaqur. Është një brand që unë sugjeroj shumë vetëm për një arsye, i cili është brand europian, i certifikuar për Europën. Në Shqipëri nuk njihet shumë, po të shkosh jashtë, është një brand që njerëzit e pëlqejnë shumë edhe berberat. Gjithashtu, ne kemi një seminar që zhvillohet datën 8 dhjetor me një berber të huaj, i cili do punoj dhe ai me këtë makinë. Nuk e dinim, por ai ishte ambasador i Rovrës. Kjo është një markë që po përhapet shumë dhe jam i bindur që kjo do bëhet lider në Shqipëri. Nëse do e ke vendosur dhe po e shef të video rastisht të ka dalë diku, numrin e kontaktit do e keni poshtë dhe mos harroni ta bëni subscribe. Të vini tek dyqani Berber Alp dhe të shikoni të gjithë brandet që ne kemi, por edhe brandin e Rovra Pro quhet. Gjithashtu mos harroni që ne kemi një sallon i cili ndodhet te rruga Kavajës dhe numrin e keni këtu poshtë nëse doni të qedheni. Shihemi videon e radhës.